episodin e 14 të sezonit 4 të podcastit Flasim. Kam të ftuar 3 të rinj, të cilët janë emigrantë të penduar. Do me thënë, kanë ikur dhe janë kthyer. Dhe janë penduar si emigrantë, por nuk janë penduar si shqiptar të kthyer. I kanë ftuar për të ndarë historitë e tyre me mua edhe me gjithë ata që na ndjekin në një kohë kur në këndvështrimin tim edhe të shumë kujt që ka provuar eksperiencën e kthimit, është koha për ta menduar seriozisht kthimin. Por është koha njëkohësisht kur shumë kush i kundërvihet me egërsi kësaj ideje. Ja ku janë 3 shembuj, 3 dëshmitar, duke filluar nga Lolita. Përshëndetje, mirë si u gjeta. E cila vjen nga veriu i Shqipërisë, duke vazhduar me Albin, Mirë se u gjeta, i cili i takon qendrës së Shqipërisë dhe duke u ndalur tek Besniku, i cili i takon jug perëndimit të Shqipërisë. mirë se u gjeta. Të 3 vijnë nga komplet, jo vetëm gjeografi të ndryshme, por dhe rrugë të ndryshme të jetës, merren me gjëra krejt të ndryshme njëri nga tjetri, por i bashkon, siç thash, ajo që përmenda qysh në fillim, migrant të penduar. Kuptohet, kjo është me humor, sepse me siguri edhe eksperjenca në emigracion ka pasur vlerën e vet dhe i ka ndihmuar të njohin botën dhe të mësojnë. Po e filloj nga Lola, se ti edhe më e vogël këtu po se edhe vetëm vajzë që kemi në tavolinë, kështu që kemi konsensus, besoj që t'i japim Lolës fjalën. Faleminderit shumë. Atëherë, unë jam Lolita Lumi, vi nga veriu i Shqipërisë, nga zona shumë të thella të Shqipërisë, nga Temali. Do më thonë, Temali është zona më afër që neve si shtëpi mundet me na përkufizu se ku jam lindë dhe rritune. Vi për një familje shumë të madhe, me tradita edhe tabu shumë të mëdhaja. Besoj se nga zona që unë vi, nuk besoj se ka shumë shqiptar që din se nga i bjen. Edhe unë jam rrit me gjysher, në mes maleve, ku, si që thotë edhe Martin Cama, as kama e kolit nuk mundet me shkel, aq veni thymë ashtë. Unë e majmen shumë mirë, pjesa më e bukur e familjes teme ka kënë pikërisht në atë zonë, derisa kur kam arrit një farmoshe që me shku në shkollë, janë detyru që më ardhë më afër qytetit. Familja jeme ka kënë një familje shumë e thjeshtë, ka emigru qyshën vite të përpara demokracisë, edhe mrapa po ashtu. Unë kam, domethënë gjysha jeme kanë lindë 10 fëmijë, një prej tyre ka ndru jetë kur është shumë i vogël. Krejt xhaxhallarët e mi kanë emigru në Greqi, të shteti më i afërt në atë kohë malit. Edhe përveç babës tem, unë kam lindë atje. Shokët e mi më të mirë kanë kënë malet, natyra, gjysha, bagtit, edhe e kujtoj me shumë mall. Do kisha dash shumë që me pas mundësinë me ju tregu, sepse realisht nuk kam as foto, as video që me ju tregu se çfarë venit është. Ne kena pas vetëm 3 ose 4 shtëpia, të paktën 1 orë ose 2 larg, që me pas kontakt me njerëzit e tjerë. Kontakti i vetëm që kena pas është kënë nëpërmjet familjarëve, edhe kur kanë ardhur me na vizitu për raste festash, shumë të ralla. Mundësisht e maj men kur kam kënë e vogël, kishim një si tip fotologut si për shtëpisë, kështu i thena, edhe prej asaj fushe më isha mi pa njerëzit prej malit që janë të ardhë, edhe kur kishim një fest, me ka 4 ose 5 orë, risha aty deri sa shikosha dhe gena atje të ardhë, dhe ishte një gëzim shumë i madh.
Mama jeme po ashtu vjen për një familje shumë të madhe. Baba ka marrë nusën në Puk, nga Berisha e Pukës. Edhe ishte nusja më e bukur e venit. E quishin nusja mësus preks. Edhe ka ardhur edhe ajo për një familje shumë të madhe, 12 fëmijë. 10 motra dhe 2 vëllezër. Kështu si këto martesat në familje të mëdha na kanë ndihmuar për me pas të paktën komunikim me njerëz. Pavarësisht se kjo gjëna ka bën për me nej shumë mrena traditave edhe tabuve që me rujt me fanatizëm. Por gjënat kanë ndryshuar kur kena ardhur më afër qytetit. Okej, kjo ishte një hyrje shumë e bukur. Ndërkohë, po vazhdoj me Albin, po kthehem djathtas. Aleksandër Çifliku, një krijues i cili ka pasur një rrugtim ndryshe, që është në momentin e parë të hapjes. Sa vjeç ke qenë atëherë? Ke shkuar me familjen? Se ti 13, po po. nga 11 janari direkt në Athinë, 11 janari shkolla. nga shkolla 11 janari direkt në Athinë. Athina ishte në atë moshë për mua loj fëminore, domethënë autobusi rastisa dhe një perëndim në futjet Athinës, më duke një gjë shumë e bukur. Vonë mora vesh që ai perëndimi ishte fiks aty ku ishin ato cisterrat e naftës dhe ai porti i vjetër i tyre që por atëherë dukej shumë e bukur. Ishte realisht një gjë që mendova që do kisha një orientim drejt detit, pra nuk e di pse, po pastaj përballja me realitetin ishte shumë e vështirë. Në 6 mujorin e parë kishte kriza, jetonim në periferi të Athinës në një lagje diku te 20-25 kilometra larg qendrës të Athinës, që ishte vuajtje shumë e madhe. Dhe me atë krenarin e shqiptarit, me atë krenarin mbase dhe karakteriale, përzgjodha që atë vit shkollor ta djeg, se më vinte shumë zor që nuk flisja gjuhën. Gjuhën fatmirësisht e mësova shumë shpejt, pastaj vazhdova shkollën e gjimnazin e natës, sepse ai viti më ndihmoi edhe të futesha direkte në punë, që fillova në ato punishtet e asaj lagjeje me tela, me ambazhura, me gjëra të vogla. Por fati e desh që shumë shpejt të kanalizohem në studio televizive, dhe një gjë që u them të gjithëve miqve të mi dhe njerëzve të ri që vinë në punë, që ju them një histori shumë bukur për atë shkopin magjik, që shkopi magjik në simbolin tim është ajo fshesa që e fillova në ato studiot e tyre, dhe shumë shpejt pastaj pati një ngritje. Kuptova që ishte puna, ishte zanati që unë e kisha me shumë pasion. Mosha shumë e vogël, 14 vjeç e gjys, kur futeshin ata çunat që punonin në studio me butaforit skenike, seriale, filma kinematografik, më dukesh sikur po shikoja ende atë Herkulin që shikonim në moshë të vogël. Dhe ishte edhe gabimi i parë që praktikisht bëra, se s'është i vetmi, janë shumë, por që më dukej shumë e rëndë, 14 vjeç e pak, dhe vajta e preka, dhe ndërkohë që ranë pothuajse të gjitha kolonat, dhe më desh që t'i riparoja të gjitha ato. Dhe aty filloi një dashuri dhe një pasion shumë për sa i përket skenografisë. U gjendën njerëz përveç familjes dhe suportit shumë të madh nga familja, u gjendën njerëz të jashtëzakonshëm në fushën artistike që më orientuan edhe profesionalisht drejt skenografisë, deri në 2011 që vendosa të lëviz, i ngopur, i mbushur, me shumë projekte. Athina në atë periudhë ishte magji, se kishim kalu dhe lojra olimpike, ku bënim pjesë në ndërtimin e disa gjërave, aktivitete shumë të mëdha, Eurovisione. Për fushën time dhe për gjitha të kanalizimi ishte një gjë jashtëzakonshme. Filma kinematografik që vinin, që mu dha mundësia për të marrë pjesë në ato 2, Mamma Mia, Njishi, një film i xhiruar dhe Mandolina e Korelit me Nicolas Cage, që mu dha mundësia të marrë pjesë
si ndihmës në të gjitha këto punë, më çuan pata dhe oferta nga produksionet angleze të merrja një rrugtim për të lëviz drejt Anglisë apo Amerikës, po Greqia në atë moment për mua ishte qef, ishte motor, ishte det, ishte një fëmijëri shumë e bukur dhe realisht punoja shumë, por nuk e kisha kurrë në perspektivë për të lëvizur derisa një klik duat iki. Po erdha i ngopur dhe pata durim dhe shpresoj që të gjithë që kanë mundësi edhe duan të lëvizin të durojnë ato 2 vitet e para, mbas se sot edhe më pak, sepse mundësitë janë shumë të mëdha, po ka durim, këtu është dhe ka zanat, këtu është magji. Nuk u ktheva me idenë për të ai gabimi i fillimit i 2011 si imi, mendoja që Shqipëria ishte ajo Shqipëria fëminore që unë kisha lënë, ndërkohë që gjërat u kishin ecur më shumë, kishin ecur akoma më shumë dhe na duhet pak edhe ajo periudha e përshtatjes, po kaloj ajo periudha e vogël e përshtatjes, futemi shumë shpejt edhe në realitet, sepse Shqipëria që lash unë fëminore nuk ishte Shqipëria që gjeta burrërore, dhe Shqipëria sot është, sidomos në fushën time në kreativitet, është një magji. Lëvizjet e përditshme, dinamika e përditshme, lartësia e përditshme, vertikaliteti i përditshëm në të gjitha dimensionet është magji. Ka momente që më shkakton çik rrëmuj artistike, po edhe ajo del shumë e bukur. Nga malet e larta tek bota e ëndrave të spektakleve dhe tek toka, fusha, rafsh, në zonën më produktive, besoj, të Shqipërisë. Po, si e themi dhe hambari Shqipërisë me zëqe. Hambari Shqipërisë me zëqe. Unë jam besniku, si e thash më parë, vi nga Këmishtaj, Bashkia Divjak, aty ku prodhohet dhe më shumë, aty ku punojmë dhe më shumë. Dhe unë si shumë bashkëdhetarët e mi në vitet 94 emigrova në shtetin Fqinj, Greqi. Aty punova pak muaj në bujqësi, aty nga kuvia, dhe rastësisht rash në një pikë ndërtimi, ku aty fillova të punoja dhe pata dhe përkraje në zonës dhe të vetë atyre. Dhe shumë shpejt nga emigrantët e parë, në vitet 97, krijova kompaninë e parë në ndërtim. Filluam të punoni me dinjitet, të punoni me korrektësi, dhe patëm përkraje jo vetëm nga vendasit, po edhe nga bashkëdhetarët tanë. Krijova kompaninë e dytë në vitin 2000 dhe në 2003 kompaninë e tretë. Të gjitha këto ishin në fushën e ndërtimit. Ndërtimi, betoni si diçka e ngurtë, më lodhi shumë shpejt dhe po mendoja të kthehesha aty ku kisha nisur, ku kisha lindur. Po mendoja të kthehesha prisja Anteon, fëmijën e mirë të parë, djalin, dhe mora një vendim shumë të shpejt. Brenda 2 muajsh mbylla kompanitë, para ca shitje, dhe u ktheva brenda 2 muajsh që doja të lindte fëmia në Shqipëri. Ndoshta jashtë rrymës, dikush mund ta kishte ëndër që të lindte në Europë për të marrë një pasaport. Unë nxitova për ta lindur djalin në Shqipëri. Kur u ktheva në Shqipëri, po merresha pikërisht me atë, si e thash, çfarë kisha bërë para se t'ikja. Prindit e mi merreshin në fushën e bujqësisë, veç kulturave të tjera kultivonin dhe bimë medicinale, disa të mbledhura dhe pjesën më të madhe të kultivuar. Dhe pash si një mundësi, e studiova më tepër, se realisht në vitet që kisha ikur nuk e kisha studiuar, dhe pash një potencial shumë të lartë. Dhe më desh që të merresha pikërisht me organizimin e njerëzve. Ishte një kompleks, me thënë drejtën, midis një sfide me veten, ç'ishte ajo çfarë kisha bërë në Greqi, ishte një rastësi në momentin dhe në vendin e duhur, ishte një aftësi dhe nuk do të doja të bëja edhe një patriotizëm. Nisa të bëja grupimin e parë të fermerëve në zonë. Bëm kooperimin e parë, filluam të prodhonim, u certifikuam me standardet që kërkonte tregu, arritëm sasitë e prodhimit
Dhe na u desh pasaj t'i shisim këto se në tregun vendës nuk mirë vlerësoheshin, ose nuk i ndani dot kolegët e mi që janë sot në atë kohë ku unë shisja, që ne të ndanim ç'ishte e mira dhe ç'ishte ajo çfarë po kërkonte tregu. Dhe shumë shpejt krijova kompaninë që quhet BioBes, shumë veta e lidhi me emrin tim, por nuk ka asnjë lidhje. Është bio e besueshme. Sot jemi në kompanit lider, kompania më e madhe që eksportojmë bim aromatike mjekësore të certifikuara organike. Shesim mbi 1.000 ton produkte në të gjithë botën, duke nisur nga vendet fqenjë, Europë, Azi, Japoni, po në Amerikë, dhe kemi një treg të sqaruar. Pa ajo çfarë doja të ndaja më tepër, ishte kooperimi me fermerët. Duke u kthyer tek Lola, pas gjithë atij përshkrimit bukur që na bëre, tani shkohet na tregosh si hike që aty dhe pse hike që aty, me që ishte aq manit se... Atëherë arsyeja ka kanë shkollimi, se shkolla më afër që kena pas ka kanë 3 orë larg, aty ku a shkollu dhe baba jem. Normalisht prindët e mi për me pas një të ardhme më të mirë për fëmijën e vet, është detyru që më ardhë më afër qytetit. Aty ka kanë komplet një gjatë tjetër, me qa isha mësu une, të vëdhan terreni për mu ishte perfekt. Edhe ma i men si një nër ditë më të lumtur atjetë teme ka kanë dita e parë e shkollës. Sinqerisht, unë e kam dashur jashtëzakonisht shumë edhe një natë para as fjet nuk kam krejt natën, libra, çanta, rroba, çdo gjë ishin perfekte. Unë kam dhe 2 vëllezër më të vegjël se veten, aty ka fillu gjithçka. Familja jem është detyru që me punu shumë ma shumë. Qyteti ka punë tjera, dohen të ardhën tjera, edhe janë detyru të dy, edhe mama edhe baba për me shku në punë. Mama jeme ka punu në fasanërinë atë kohë, ka kanë një nër opsionet ma të mira për një gru që me shku dhe me punu. Edhe baba ka punu punë krahu tanë jetën. Mirë, po kjo fëmijëri ka që lumtur nuk është se më ka zgjat ka shumë, sepse mama jeme pati probleme shumë të rënda shëndetësore, edhe të kanë si na kanë fillimet tona si me ndërtimin e shtëpisë, si me të familjes, si me vuat të themelet e të ardhmes, ka kanë shumë vështirë te pjesa ekonomike dhe kjo arsye shëndetësore momseme na ka dhënë një goditje krejt si familje dhe na ka shpërnda pak. Mama e ma është detyru që me shku drejt Greqisë për një kurim më të mirë, ishte dikon tek viti 2010-2011. Për arsye se s'kena pas dokumenta, është detyru që mu kuru në spital privat, kështu që kostoja ka kanë jashtëzakonisht shumë e lartë, edhe baba për me fitu edhe me përballu shpenzimet, është detyru edhe ai me shku drejt Italisë, drejt Greqisë, me nejt më afër mamës teme, me punu sa ma shumë që me grumullu lek për me mbëllu faturat. Ndërkohë në fëmija kena me jetë në Shqipëri, i kishim gjyshin edhe gjyshin, po dhe ato për shkak moshës kishin shumë probleme shëndetësore. Edhe do më thënë në rrit larg prindve. Gjithmonë vetëm, jena përballë unë si vajzë, jam përballë me një mentalitet shumë të fortë dhe kjo pesha për me kujdes për vëllezërit, ndërkohë hi edhe në shkollë, se në shkollë fillore është krejt kjo histori. Me kalimin e viteve u detyrova që me ndërprej edhe shkollën, sepse vëllezërit ishin shumë vegjël dhe u dote që me marrë në kontroll situatën, unë isha e madhja e shtëpisë. Edhe kështu për shumë vite, mama dhe baba jem kanë jashtë, në vendet ndryshme, në shtetet ndryshme. Kena shku disa herë për me vizitu mamën, ka kanë një periudhë shumë e gjatë që nuk e kena taku. Edhe kur odha mundësia, shkume me ba pasaportat, për herën e parë i kena ba për me shku me ba mamën. Dhe aty e kam pa për herë parë Europën. Kur kam shku në Greqi, për me taku mamën. Sa vjeç ishe? Unë isha dikon të 13-14 vjeqe. Po, dikon kështu, para se me përfunu klasën e 9. Dhe aty e kam pa Europën për herë të parë, mënyra se si ishin rritë kushërit e mi, kishin komplet një stil tjetër, një jetë tjetër,
Po pavarësisht këtyne, mama dhe baba jem kanë qenë shumë, na kanë mësu shumë mirë, na kanë eduku, edhe pavarësisht mungesë tyne, edhe i na kanë fëmijë që i kena kop gjanat shumë shpejt. Nuk është se i na një inferior se jena në Europë edhe për i ka vim, i kena mësu gjanat shumë shpejt. Dhe me kalimin e viteve mama është kthyer në Shqipëri, po ashtu dhe baba, por nuk ka qenë në gjendje si më përpara, sepse nuk e kishte një anën funksionale për shkak të kancerit. Dhe unë arrita një farmoshe që atje në veri ishte një traditë që më ardhën të kërku vajzën, tash më martu. Se vajzë e re, vetëm po nën, po babë, që me bat, është se skep se me dalë, skep se me shku, më shvillot, më gjeti burë dhe më rahatu, që me ju ndalë fjalëve të miletit, se shqiptarët jetojnë shumë për, nuk është gjë keqe, por tash më vjen mirë që është moderu pak, është rregullu. Dhe aty, dhe më thanë, kishim disa luhatje, po jo, ndosha shumë shkollën, shkolla ishte e pamundër, si nga ana ekonomike, si nga çdo përgjegjësitë ishin shumë mëdha, mama do të kujdes, derisa e kena shtyr mjaftueshëm, unë e njoh tani djalë, fati ishte se ishte nga Thethi. Edhe ishin moshatar. Po njofta. Ja, njofta. Këtë njofta. U mundun të më njohin, por e njofta, edhe jena moshatar të dy. Dhe kur më arrita një farmoshë, u mundova shumë që me një mu familjen ekonomikisht, dhe kena fillu me emigru bashkë me bashkëshortin tem sot, kena bërë ato tentativat e para. Kjo pjesa e emigrimit ka një influencim që sot kur e mendoj me këtë gjendje si jam sot, ka një influencim shumë i madh për moshës prindve tonë. Edhe për shoqënisë edhe njerëzve si na rrethojnë. Domethënë, si në kafe, si në shtëpi, si në shoqëni, si në kushoj kudo bëte muhabeti me ik. S'bëhet këtë. Domethënë ishte një nuk kishte ndonjë bazë ose ndonjë fakt. Thjesht nuk bëhet. Domethënë do shkoj me bën lek, se ka ik filani dhe ka bën lek. Se si ka bën dhe çfarë është bën, domethënë figura e parë ishte të ikum me bën lek dhe do vim. Maksimumi do blej një makinë dhe tjerat, kështu të më thonë me këtë, ka që ishim edhe shumë të ri edhe në fakt ne më shumë e kishim se nuk dosha me mbështet familjen, se mamën s'tem ju rikthy disa herë smunja, edhe thash ti ikum atje, të bëjmë një dorë lek, me qenë se që e ka kështu, edhe po shkoj atje, bëjmë një dorë lek edhe po i nimoj pak, por nuk ishte ashtu, as pak, ka mësu gjuhën çdo gjë, kena punu në restorante, hotele. Po, kemi parë ka fillu në Gjermani. Fati jonë, mas pak kohëve sa fillu me mu stabilizu pak ra korona, edhe u bloku me komplet. S'kishim mundësi as marrë në Shqipëri, as me punu atje, s'kishim dokumenta, as i gja, e kena shty një vit e pak, masa ne kena ardhë në Shqipëri. Unë e kam nejë në Shqipëri ofër mamit, sepse gjenja saj përkeqësohi, rregulloi, dhe këtë periudhë burri jem ka nejë. Ka vazhdu prapë në shtetin po. Gjatë kësaj kohe të mama jeme, nga që nuk ishte e zoja për me ba shumë me kenë produktive. Ndaloj, u ktheve në Shqipëri. Po, këtu të shika. Po. Albi, ndërkohë ty si të shkoj me lekët të përputhen këto historitë që tregohen me ato historinë reale, apo si të vajti? Se ti fillova të punosh në Greqi. Absolutisht po, punova shumë. Punova, domethënë në Greqi që momentin e parë praktikisht në 20 vite që kam jetuar kam punu 19 vjeç e gjysmë. Po pra, ke punosh. Pagesat në fushën time kanë qenë shumë të mira. Ndihmoja ato fillimet tona, ishte edhe ndihmë ekonomike për familjen ku edhe hapat i ecëm pak më shpejt, po nuk e kam pas atë ndjesinë për të mbledhur, për të grumbulluar, për të bërë. Domethënë ka qenë çdo gjë vinte natyrshëm, edhe ishin mundësitë. Kështu që e vetmja luftë që kisha për të bërë ishte për të fituar sa më shumë projekte dhe për të futur në projekte të mëdha, për të bërë gjëra të bukura, për të marrë një titull teatri që kisha shumë qef, apo një film kinematografik, apo një gjë tjetër. E ardhura këtu pastaj ishte një vendim shumë i shpejt. Vendimi e vërteta është që ishte më shumë për të ikur nga Greqia, jo për të ardhur në Shqipëri. Pata një kalim në Suedi dhe Suedia për mu 4 muaj në Suedi ishte ai reflektimi që mblidhi dhe shkon në shtëpinë tënde, shkon në qytetin tënd, se
Domethënë të emigrosh edhe një herë nga fillimi, aty e thënë në zhargon i thira mendjes edhe një ditë maj shumë të bukur në 2011 erdha në Tiranë. Gjërat ecën shumë shpejt, mbaj mend që gjeta një rëmuj, rastisa në situatë zgjedhjesh, nuk kuptoja ç'a ndodhte, ç'a bëhej, domethënë ardhur komplet në një ishte komplet rëmuj, te lagja në Tiranë 3, shkollat ishin kthy në mblidhnin kuti, ajo e famshme dhe kishte edhe një garë spektakolare, çohesha në mëngjes me tjetër rezultat, fkia darkë me tjetër rezultat, ka qenë kjo. Po kjo iku shumë shpejt edhe fillova pastaj me projektet. Studio televizive më dhan një dorë shumë të mirë, fillova nga tash nuk e dia përmendim dot emra gjëra. Tu përmend çfarë duash, nuk ka problem. Mundësia mu dhanë Digitalbe vërtet është. Digitalbi vendosi atëherë të bënte një rinovim shumë të madh dhe ishin ato fillimet e mia. Shumë shpejt hapa dhe një punishte tradicionale se prodhimi skenografive ne vazhdojmë të bëjmë ende në formë tradicionale, pra ristela, telajo, kanavaca, vinovili, sepse duhen të jenë të lehta, duhet të jenë të shpejta, ajo punishtja heci shumë shpejt. Çuna dhe njerëz të ri që kisha qef ta përcillja ato gjëra që vinin si dhurat, domethënë ka qenë vinin, kërkonin punë, merreshin, pagat e vërteta është që nuk kishin të këqija periudhan 2011-2012 me atë që fillova duke ofru natyrshëm në treg. Skenografi në Shqipëri patjetër që bëheshin shumë të bukura, po bëheshin shumë të rënda, bëheshin me materiale jo të duhura dhe pastaj erdhëm shumë shpejt në 2016, 2016 apati hartuam një projekt shumë të bukur në kuadër të kombëtares. Filluam duke, domethënë te sheshi Nën Tereza organizuam një fanzon ku ishte shumë sociale, kishte shumë fusha basketbolli, shumë fusha rëre, sollëm edhe bëm dhe kampionatin e beach volleyt në mes të Tiranës, edhe ishte një gjë shumë e bukur. Derisa vim në 2018 ku mbas disa përpjekjesh me kompani të cilat nuk patën sukses në brandet e tyre, në logot e tyre, u themelua kompania që kam sot dhe jemi 100% në fushën artistike. Skenografia ka ngel tradit, e mbajmë me pasion dhe jemi orientuar drejt produksioneve artistike, të cilat kemi bërë shumë. Koncertet, miqtë e mi, ish kolegët e mi, kanë diku te 5 vjet që vinë e ikin na japin asistencë, sound engineer, light designer dhe të gjitha fushat e tjera. Akoma dhe si të bëjmë edhe dhomat e ndrimit për artistat që në fillim vinin nga jashtë, tani gjitha këto gjëra e bëjmë vetë. Koncertet mbra këtu janë standard ndërkombëtar nga kjo anë apo jo? Po, janë standard dhe kam përshtypjen që brenda 1-2 viti edhe 2-3 të ardhurat të tyre ne do jemi gati me resurset tona 100% shqiptare për t'i bërë ato, sepse gjithë industria filloi duke lëvizur, me të gjithë kompanitë e tregut, drita audio, LED, konsultime të përditshme, domethënë na duhet dhe praktikisht e kam ndier veten deri diku edhe një kërkues shumë i madh, ma sill kët për t'i futur në punë. Shqyqyr Zotit pastaj stadiumi na dha një dorë, në sensin që një hapësirë shumë e madhe dhe na dha mundësinë për të përpjekur për të futur në produksione të mëdha. Artistat tanë që deri diku edhe me studimin e tregut që ne kishim bërë ishin të gatë, domethënë nuk kishte ndjesi risku. Elvana Gjata, Alban Skënderaj, Noizi me 3 Alfa Show të tia, domethënë u bën produksione të një standardi dhe të një niveli tjetër, shfaqje të huaja dhe show të huaj që jemi në përpjekje për të sjellur sa më shumë. Patëm një me Lajda Danin dhe Notre Dame de Paris që kishte një sukses të jashtëzakonshëm në stadium. Dhe tani po kërkojmë dhe jemi në kërkim të gjërave të reja dhe për të përfshi akoma më shumë rinin. Sot momentalisht kemi shpalosur një projekt të ri që mendojmë që fokusi i jonë si kompani do jetë vetëm te ky projekt.
bëhet fjalë për një projekt që ne kemi pagzuar që vjet, sollëm një artist të madh ndërkombëtar, Martin Garrix, që ishte në top DJ. Këtë vit kemi shumë, kemi mbi 30, do e bëjmë 3 ditë dhe kemi quajtur Regal Beat Festival. Po jo nuk duam të bëjmë një festival, duam të bëjmë një lëvizje, sepse nuk mund të ftojmë askën nga jashtë në qoftë se ne nuk e krijojmë këtë gjë. Pra duhet të fillojmë të krijojmë ato traditat dhe ne jemi orientuar drejt kësaj gjëje. Pra edhe rrugtimi im në Shqipëri ka qenë shumë dinamik me shumë projekte, po janë goxha. Kështu që përpara fokus kam vetëm Eagle Beatin sot që po flasim dhe duam të bëjmë një lëvizje shumë të madhe. Kur e keni menduar? 13, 14, 15 qershor, vjet e bëm një datë, domethënë ishte vetëm një koncert që pati një sukses të jashtëzakonshëm. Bëm edhe një koncert tjetër në Vlorë, po që quhet Dance Festival, që sollëm erdhi një DJ shumë i madh, Steve Aoki. Edhe ai pati një sukses të jashtëzakonshëm dhe fokusi jon momentalisht është që të kemi mundësi t'ju themi edhe kompanive të huaja që të vinë, sepse gja jemi në tentativa me kompani të mëdhaja të industrisë muzikore që të na janë pak skeptik për momentin, po janë në atë fazën që po e kalojnë. Pra kemi fillu edhe kontaktet e para, emailet e para që të vinë të na besojnë dhe të na sjellin show të mëdhaja. Show të mëdhaja sjellin dhe lëvizje shumë të mëdhaja. Besit, si se e lam tek pjesa e bashkimit të forcave edhe tek strukturimi i diçka të përbashkët me fermerët, si ja doli kësaj, si kjo duket pjesa më e vështirë me shqiptarët? Si e shef perspektivën? Që është e vërteta, kemi hasur vështirësi në fillim. Si e përmenda, fokusi ka qenë kooperativa dhe prodhimi i një sasie të standardizuar. Unë mendoj që bujësia në Shqipëri vuan për standarde. Në qoftë se do themi kush janë tregjerat, janë standarde dhe vetëm standarde në bujësi. Hasëm vështirësi në fillim edhe vetë me emrin kooperativ, duke kërkuar ç'ishte në bashkim, gjeta në fjalë të Fanolit që e quante klaster. Dhe aty krijova klasterin e parë në Tepelen, në një vend jo të lehtë për të bashkuar. Ne me bëjan, se bëja kështu ka klaster. Po. Kryuam klasterin e parë atje, filluam të organizojmë njerëzit se kush për vete, ç'është e vërteta kooperativa ka krijuar një trap në Shqipëri. Dhe njerëzit mendojnë që çdo gjë kur i thua kooperativ do t'i marrësh tokat, do t'i marrësh pasurinë, do të bëhesh gjëja përbashkët. Por jo, ne kemi disa lloj kooperativash. Të paktën 7 të njohura mirë në botë. Dhe kooperativa që përshtatet tek ne, disa nga llojet e kooperativave, është se kush të punojë për vete, për të shesin bashkë, të shesin pranë standardit. Dhe ky ishte suksesi im. Suksesi jon, nuk mund ta them jemi, gabim i gjithë grupit, i gjithë stafit, ishte që u bazuam në një tregti të ndershme midis prodhuesit, përpunuesit dhe eksportuesit, dhe kjo ka qenë thelsi i suksesit. Duke mos e quajtur, mund të duket goxha banale, po ishte goxha vështirë që të thoshe tjetrit nuk do bëjmë kooperativë. Dhe ishte shumë më lehtë me i thënë klaster, pa e kuptuar fare që ishte klaster. Okej, thotë e bëjmë. Dhe filluam kooperimin pothuajse në të gjithë Shqipërinë. Kemi bërë grupe fermerësh, të cilat sa keni tani në këtë sistemin tuaj fermer? Ne kemi mbi 450 fermerë. 450 fermerë, të cilat këta fermerë organizohen në zona të caktuara në modele të ndryshme. Ndryshe është modeli Korçës, ndryshe është i Dibrës, ndryshe është i Shkodrës, ndryshe është i Gjirokastrës, Tepelenës. Kështu që në varësi të këtyre ne bëjmë grupimin e fermerëve duke kuptuar llojin e produktit, për çfarë bëhet, dinamika e produktit se si është dhe investimet që duhen bërë për atë, dhe duke parë dhe mentalitetin, se kemi mentalitete të ndryshme jugu me veriun, duhet ta pranojmë këtë gjë. Sa e mendon perspektivën e rritjes së këtij networku? Është pafund. Unë shikoj diçka pafund. Pafund për arsyeën që jemi një kompani e cila jemi certifikuar vitet e fundit dhe me standardet Fair White dhe Fair for Life. Janë standarde të panjohura në Shqipëri, por janë standarde të cilat bashkëpunimi që bën ti me fermerët nuk të jep vetëm mundësi tregtimi, por i edhe social. Fair White është një standard i cili subvencionon konsumatori e paguan më shtrenjtë atë produkt për vështirësinë që bën ai që mbledh produktin e egër.
Kështu që ne me këtë kemi arritur të rinovojmë shkolla, kemi arritur të bëjmë vende prodhimi në Lushnjë ku nxënësit prodhojnë në serat e tyre të shkollave që ne kemi krijuar nëpërmjet këtyre buxheteve që përmenda, dhe shesin produktet. Dije kishin bërë 150.000 lekë të vjetra xhiro nxënësit dhe ishin shumë të lumtur se kishin shitur këto produktet, i cilët i kishin prodhuar vetë dhe vazhdojnë me këto, krijojnë pastaj brenda shkollës ekskursione, aktivitete të ndryshme. Dua të them që momentin pak më përpara që lek dhe vetëm lek. Kam pasur një koncept tjetër për lekun që ku kam emigruar, që i vogël. Për mua leku nuk është asgjë, ne duhet të vuajmë për sukses dhe nëse arrim suksesin, leku është thjesht fruti i një suksesi. Do vi. Patjetër që do vi. Nëse mendojmë për lekun nuk na vjen, është puna e saj kur e ngjet nga mbrapa nuk do vjen. Duhet të punojmë për suksesin dhe nëse ne arrim suksesin, leku është thjesht një frut. Si ishte kjo, kur nga mbrapa nuk të vjen, se nuk e. Kur e ndjek nga mbrapa një nuk të vjen në disa aspekte. Kështu që lekun nuk mund ta kërkosh, vetëm lekun, se nuk të vjen leku vetëm, nëse kërkon vetëm lekun. Nëse ti kërkon suksesin asaj çfarë bën, leku do vi se është një frut i tij. Lola, tani ke pjesën përmbyllëse tënde në kuptimin e trajektores, pra e lam tek pika ku tani më ti ishe përballë jetës Po. e kompletuar, por edhe ndar burri në Gjermani, ti këtu si e hodhe hapin tjetër që të bëri të famshme? Ose që po të bënd të famshme se. Si thashë edhe më përpara tu po se mama jeme nuk kishte shumë mundësi do të që t'ishte e dobishme. Dosha që mi dha një arsye në kuptu se ti nuk je një barë, je të fitu të ardhunat e tua. E pash që gjatë kohës që ishte vetëm të nejt, nuk ishte vetëm ose në spital, ose në krevat, ose në divan, filloj me bë punime dore, që me qetësu trunin, me hek pak menjen prej dhimbjeve, me kalu kohën. Dhe ato punime dore më lini ideja që ti hedhin rrjete sociale. Edhe fillume me bë shitjet e para, përveç qentrove, gjanave tradicionale, unë fillova të bëj edhe çanta. Pra çanta që mund të përdoren edhe nga të rit. Ti vetë? Po. Do të thënë, unë nuk ashtë se disha shumë me bë grep, por fija trash që po përdorshim më ndihmoi shumë dhe krijuam gjëra shumë të bukura. Edhe kështu me pak sakrifica, puno me rrogën, bën dysheme, puno me rrogën, bën dritat, hapem një dyqan të vogël në pedonalen e Shkodrës, që ishte një ndërpart dyqan taman artizan, dhe përveç mamës teme filluam të mbledh edhe gra të tjera prej zonave të ndryshme, që kishin probleme ndryshme. Dikush vute prej mentalitetit që nuk mujte me shku me në punë, dikush kishte pleqë në shtëpi, dikush kishte probleme me shnetin, ngjashëm me mamën teme, kështu që unë krijova një strategji që më shku me ju mbledh punimet nëpër shtëpia edhe furnizosha dyqanin, banim shitje, marrën shitjeve unë pagosha një shumë simbolike gratë të tjera. Edhe u kriju diçka shumë e bukur. Njerëzit ishin tu pëlqyer shumë. Dhe kjo gjë nuk zgjati shumë, se mama ju rikthyi prapë smunja, edhe meti si një anë në mes. Për këtyre gjërave na u dote një lek i shpejt, edhe normal, vetmja gjatë, domethënë me atë formim si kisha unë, me atë mundësi si kisha unë, mora edhe një herë rrugën për jashtë, kësaj rrallë në Gjermani, unë u bashkova bashkë me burrin në Maltë. Ishte një vend që për mua ishte më e thjeshtë për shkak gjuhës angleze dhe dosha që të futem direkt në punë, do të marr direkt të ardhurna, mos të humi kohë që me mësu gjuhë të re e me rrallë, kështu që u vendosëm atje. Fillova me punu në fushën e turizmit, burri jem është marrë me hoteleri, shortlets, edhe unë jam marrë me pjesën e restoranteve më shumë. Punova pak kohë aty, derisa më thanë që du të vish sepse mama është përkeqësu dhe unë isha vajza e shtëpisë dhe dosha që më kujdes për ta. U ktheva dhe shpenzova 4 muajt e fundit me mamën teme 24/7. Dhe e lash prapë burrin atje. Gjatë kësaj periudhe nuk u mora as me dyqanin, kisha gra që vazhdoshin aktivitetin, por nuk ishte njësoj sepse nuk që të mbledhesh dhe të organizosh çdo gjë, dhe ajo lloj pune kishte porosi, kishte gjëra të veçanta, kishte art.
Nuk është se blenim diçka më lirë dhe shisni më shtrejt. Personi do të diçka të personalizume, me ngjyrë, me material, me çdo gjë dhe ngeli mas dore. Kur e humba mamin, humba pak atë, sepse ishin 12 vite që kujdesesha për te. Domethënë, ajo kishte kënë pikqendra dhe sikur më lëkund pak edhe dëshira e Shqipërisë, pavarësisht se ajo ka dashur Shqipërinë jashtëzakonisht shumë. Domethënë, nga që i ka mungu, do të shumë venin rrethin e shtëpisë, u mënote me bare qelna, prodhime, çdo gjë ashtu siç ishte në atë gjendje, dhe ma ka ushqy këtë dashurinë për Shqipërinë jashtëzakonisht shumë. Mirë po, kur iko ajo ndosha edhe një farë pushimit, edhe u shputa përfundimisht nga Shqipëria, mbylla dhe dyqanin dhe i ka ofër burrit, aty shpenzova edhe 3 vitet e funit në emigracion. Gjatë kësaj periudhe kam punu shumë, kam mësu, jam munu me marrë më të mirën për Europës, por gjithmonë me menimin që mu kthy këtu dhe me shfrytzu këtë dije. Domethënë gjithmonë kam punu me idenë që ta mësoj këtë dhe shkoj ta bëj në Shqipëri. Gjatë këtyre viteve ne kena vizitu Shqipërinë, sigurisht. Dhe unë të po atë malsin teme të omajtven se sa vetmume dhe vështirë ka ken, gjithmonë kam imaginu që t'jem aty në malsi, por t'kem shtëpia dhe njerëz, t'ke gjallëri i fshati. Dhe kur shkova në theth për me pa shtëpinë të ne, për me vizitu për qef, u mahni. Ja, është pralte. Sepse ishte edhe si për qendrës, ishte më në gjelbrim, ishte më pamje, nuk e di, unë më pëlqej shumë, edhe i thash burrit tem se kur t'kena fëmijë, do t'i rrisim këto. Edhe kështu e venosëm, ikëm prap, se vazhdoshim, por me këtë menim kena punu, që mu kthy dhe me investu sa dhe pak aty. Pavarësisht se mosha, rrethonat, koha nuk na ka premtu që me ba një kursim aq madh sa vime derdhim investime, por rëndësishme ishte se kishim synimet e qarta dhe një dëshirë shumë të madhe dhe ideja është se ne nuk është se do me ba një luks me ndryshu diçka, se shtëpia paltules njihet në theth dhe po i thosha burrit që nuk ka nevojë për jacuzzi që me tregu mikpritjen edhe traditën. E mbajmë ashtu. Dhe du me thek pak se thethi është shumë e bukur. Unë nuk jam prej aty, unë jam nusa aty. Por si tonë kena vizitu, kena pa. Është zhvillu shumë, më pëlqen, më bëhet shumë qefi. Por sikur është ka dal pak jashtë asaj traditës që njihet veni jonë, veriu, Dukagjini. Edhe besoj se na jena brezi i vetëm që kena met, që e kena ndorë, a dona me shkatru, apo mjallëvan traditën fëmijëve tonë dhe me vazhdu traditën e Shqipërisë dhe kulturën. Edhe kryesisht veriu, e kena ndorë se kena alo ato, e kena shumë të freskët këtë mentalitetin, traditin, edhe dohet më mundu me marrë më të mirën për i kësaj. Kështu që unë nuk du kurse se fëmijëve të minj të ardhmen, mos t'ja u trashëgoj edhe t'ju tregoj pak kulturë, vene që kanë ekzistu, kanë jetu, lloj shtëpiave, kultura, mikpritja. Unë e besoj se në të rit, sidomos brezia. Tani aktualisht jeni aty? Po, tani ne kemi 2 muaj që jemi kthyer përfundimisht. Jemi shumë shpejt. 2 muaj ka që kena ardhur në Shqipëri. Edhe jeni tet. Po. Dhe kena fillu me dalë me bo ato pastrimet e para, se shtëpia nuk është në gjendje të banueshme, se njerëzit rreth e rrotull, kushëri e kështu e kanë majt. Dona me majt ashtu siç është e po prekun, tradicionale, e bukur dhe pse jo me zhvillu dhe në malësitë e tjera këtë ide që kena, do më thënë një vetëm në thellë. Juve duhet ti besoj me timin që ke mund t'i jesh përfituese e sigurt e paketës maleve, që do ta marrësh paketën e malet ta studiosh. Shpresoj, ja kam hedhur një sy. Edhe duhet të aplikosh 500 aplikantët e parë që fitojnë, nuk kanë as taksa, nuk kanë as një detyrim për 10 vjet, kështu që mos rrit presë shumë duke shpresu, po jo, s'ka më kohë për shpresë. Udhë dhe realizohet dhe për të bërë gjirën e fundit, unë nuk jam me idenë që duhet me i bë moral tjerëve bëj shu bëj ashtu, se cili bën zgjedhjet e veta në jetë, edhe ne fatmirësisht jetojmë në një botë lirë, edhe bota është gjithmonë më e vogël. Lindim këtu, shkojmë atje, vim këtu, hikim atje, secili bën zgjedhjen e vet. Por në base, për ta mbyllur, nëse do ju kërkoja që ti flisni dikujt që është duke menduar të kthehem apo mos kthehem, çfarë do i thoshit?
E filloj nga motra ime, duhet ta marrë vendimin e vet. Dhe ajo pastaj që vazhdon jeton atje të hapi llafin sa më shumë. Domthon Familjet më lidhet prapë, motrës i thua hajde. bashkë me mbesat. Po kur thotë që po mirë më shiko se atje kështu, atje ashtu, atje këtej, atje andej. Duket vllajin ta suportoj periudhën e parë, moralisht, se nuk ka nevojë për asgjë tjetër, po përplasjen e parë e pata para 5 vitesh ku fillova duke ftuar për koncertet e mëdha ndim nga kolegët e mi që praktikisht e filluan në të njëjtën moshë, filluan bashkë dhe u ndan degët tona. Çdo herë që vin të vitit është ndryshe. Po patjetër. Çdo herë të vitit që ata vinë, neve na kanë bërë të ndryshojmë edhe ne rotacion si kompani për të orientuar drejt gjës më të madhe. Nuk e di a do kisha të njëjtën qasje në qoftë se ata nuk do më flisnin vazhdimisht. Hape tregun, po jo për të ikur nga tregu. Hape tregun që të vit tregu aty dhe praktikisht ata janë edhe mentorët më të mëdhenj të mit në industrinë muzikore, sepse i kanë gjërat shumë të shtruara dhe i kanë të strukturuara dhe po na japin një suport shumë të madh drejt këtij drejtimi. E kthej gjithmonë veten pas edhe nuk jam fare pishman për vendimin që mora për të ikur nga Greqia. Jam pishman që mora vendimin për të ikur nga Greqia dhe për të vajtë në Suedi. Të vetme gjë që mund të them është që eksperienca ime është mos, në qoftë se keni plan për të lëviz apo diçka nuk ju shkon mirë, në ambient më të mirë se sa shtëpia nuk ka. Dhe sot ne që kemi bërë tentativat e para dhe që kemi ardhur, ju garantojmë që do i presim jashtë masë e mirë. Të vinë, na kontaktojnë, na gjejnë, jemi lehtësisht të gjendshëm në Shqipëri, mund ta gjesh shumë kollaj. Për t'ju dhënë atë ndihmën e parë, suportin e parë, akoma dhe 2 fjalë. Domethënë, unë personalisht e kam gjithmonë në dispozicion për të pritur këdo. Mjafton të marrë vendimin të vi, duke filluar nga ime motër. Po ju besi çfarë do i thoshe dikujt që është në dilemë, të kthehem mos kthehem? Unë qoftë se do kthehem pas 12 vjetësh që jam kthyer, do bëja po të njëjtën gjë. Kam bërë një gabim që nuk jam kthyer çik më përpara. Se ne natruam ç'ishte emigrimi ekonomik me emigrimin që ne kursenim, bënim, investonim në një vend ku nuk jetonim në Shqipëri, investimet e pa orientuara, dhe kjo i ka bërë njerëzit më të friksuar, mendoj, emigrantët. Unë kam një baner që nxjerr sa herë që vin Pashkët, viti i ri ose gushti, dhe nxjerr aty tek puna ime, që e cila thot puno tokën tënde. E them këtë pjesë që puno tokën tënde, se shumë emigrant ikin, vend në verja vendi ku jetojnë jo në kushte të mira, ku i kanë shtëpitë e tyre se është rritur niveli i jetesës, duhet ta pranojmë. Kosta, dhe jetojnë në një vend të cilët është bërë si modë, është bërë si kështu, erdhi prilli do vemi për qershit, erdhi maj do vemi për pjeshkat. Edhe është bërë një ritual i cili në bisedat që bëjmë me ata nuk ka një konkluzion të qartë. Unë e përmenda më parë që duhet të punojmë për një sukses. Duhet të punojnë në qoftë se emigrantët që vënë sot në Shqipëri punojnë në bujqësi. Punojnë me të njëjtin standard që punojnë atje, punojnë në Shqipëri, unë jam i bindur që të fitojnë më shumë. Dhe ne kemi krijuar ferma të tilla. Mua më kontaktojnë nga e gjithë bota, nga Amerika, emigrantë të cilët kanë vënë dhe i shpjegoj se si është mënyra jonë të jetuarit, ose kush janë praktikat që duhet të ngasi. Patjetër që kjo nuk është e njëjtë me atë që vajte ditën tjetër në Greqi dhe ti morë ditën e punës do ktheve. Por, do më tepër investime do të durosh pak, se është një emigrim i dytë kthimit i dikujt që ka 15 vite jashtë. Dhe është pikërisht e gjithalbi që duhet pak sforco për ta kaluar këtë pjesë. Po unë do bëja po të njëjtën gjë, në qoftë se do isha, nuk jam bërë pishmën për atë çfarë jam kthyer, do bëja të njëjtin veprim. Do kthehesha dhe jam bërë pishmën që nuk kthem pak më përpara se humbëm disa mundësi. Humbëm disa kohë të cilat do kishim ecur më shpejt në planet që çfarë kishim për të bërë. Dhe me ty e nisëm, me ty dhe bitisim, ti çfarë do t'i thoshe dikujt që thot jam dilemë, s'di çfarë të bëj se atje kështu atje është. Atëherë, unë kam pas influencën e parë t'ja nis me shoqërinë dhe me kushrit edhe me krejt të rit, se kena pagi djem të ri që
edhe vajza, po edhe shumica prej tyre kanë emigruar në periudha të ndryshme. Edhe për momentin 90% e tyre janë kthy, janë momentalisht këtu. Edhe jo më larg se mron para se më ardh këtu, u mor vesh pak edhe erdhen, ti na ke thënë më ardh e kështu. Na jep një plan, na jep ide, na thuj kështu, jana pak mërzitur, na është pak koha, kanë ato justifikimet e veta që t'ikim. Por unë besoj se ka ardhur koha me u bashku. Të më thënë, ideja se na dikush në Itali, dikush që ka pas ka një periudhë kohe që flisnin me kamera në 4 shtete ndryshme, pjesëtar të familjes. Dhe kur bane e hub këtë lumturinë, këtë qefin që kena pas me na e krejt bashkë dikur, është ke humbe dhe ekuilibrin e jetë. Se ti do të mi pas ditri shtylla, ditri mbështetje, qoftë emocionale. Dhe kur unë ju kisha thënë që mos u shpërndani, mos e hupni njëri tjetrin. Shqipëria gjën më të fortë që ka pas gjithmonë është kanë familja e bashkuar. Edhe njerëzit e bashkuar. Kështu si unë besoj se kjo është fillimi, nisja e çdo gjëje. Nëse rrin bashk edhe ju kisha thënë që edhe ata që janë këtu dhe mendojnë për me ik, ta fikun. Nuk është Europa ose bota sikur ka kënd, nuk është vetëm një gjendje në Shqipëri, është një gjendje globale. Bota në përgjithësi është në një gjendje të çuditshme. Në tranzicion i teknologjia, çdo gjë ka bot veten. Nuk është absolutisht asgjë ashtu siç duket. Nëse ata derdhin, ndjersin mundin, talentin në vendin e tyre, aq sa e derdhin jashtë Shqipërisë, unë besoj se do t'ju vlerësohet më shumë. E di se ka shumë njerëz skeptik, por nëse punon aq shumë orë në Shqipëri, sa punon jashtë, unë kam punuar 2 motor, 4 motor, 5 motor. Nëse unë kisha bë 5 motor punë, pra se një periudhë jete do të më i bë. Nuk është them të sugjeroj që me vit veten në punë, por do ta bash ti që bush gurt e të ardhmes. Nëse e ban këtë lloj efortit në Shqipëri, besoj se kam ju vlerësuar më shumë, kanë më kanë edhe më të lumtur, më të plotësuar të pasën një tjetrin afër. Ju kena dhënë ballboc, edhe t'i japim pak vendit ton. Më fjalë më nxora unë vetë nuk ditë. Kështu që po e mbyll më një herë me shijen e këtyre fjalëve edhe me falenderimin për të tre ju që morët mundimin të vini nga 3 drejtime të ndryshme për të bashkuar këtu dhe tani për të rishpërndar, po prapë duke ndërë Shqipëri. Patjetër. Faleminderit. Kësaj rradhe për nga kufive. Faleminderit.